Kurti i pa dy momente. Në fakt fjalimi i tij në Kuvendin e Kosovës u karakterizuan tri shtylla kryesore. E para do të sulmi ndaj mediave, do të krijimi aty në insinuatave që në Kosovë po futen thos me parë nga vendet armiqësore për të ndrruar percepcionin e qytetarëve të Kosovës dhe nuk guxojmë ta neglizhojmë një temë të tillë, pavarësisht që ai justifikuar që ky nuk është tashmë rrëfimi i tij autentik, por po ashtu vjen nga media tjera, duke ne kemi bashkë biseduar për shkak të një hulumtimi po e futin thojza që ditë më parë mediumi jeta në Kosovë do të e bëri të ditur se si në Kosovë do të futen thos me parë me qëllim që të krijohet shtrat narrativës së Serbisë. Mediumi ku punojnë do të dhe pronari, gazetari Vali kanë insistuar që të ofrojnë emra konkret se kush janë ata emra, se kush janë ata persona të cilët financohen nga Serbia, por ne kemi parë që s'ka pasur asgjë konkrete në këtë drejtim, ajo ka qenë vetëm një për mendimin tim, do të thotë një përpjekje për të relativizuar çdo lloj kritike të mundshme ndaj qeverisë ose për ta diskredituar atë, do të thotë e cila vjen nga media, sepse unë jam i bindur në Kurti e din që tashmë ndodhet një pozicion të palakmueshëm politik, ai është terror politikisht. Nuk ka çka t'i ofrojmë kësaj shoqërie. Është i vetëdijshëm që nuk është adresa për menaxhimin e krizave që po thellohen dita ditës. Prandaj i gjithë insistimi i tij është që jo se si të marrë veprime ti korrigjoj. Do thotë këto trende negative socio-ekonomike, mirë po se si ta këtë të besueshëm vetëm në racionin e tij se situata është pozitive dhe jo ashtu alarmante siç po perceptohet në media. Ky është motivi kryesor i këtij sulmi të paprecedent politik nga foltorja për media. Keqja janë mediat. Keqja janë mediat të cilat po krijojnë një lloj keq informim dhe po i krijojnë shtat narracione të vendeve armiqësore për të krijuar kaos të brendshëm politik. Do të kjo është e para. E dyta ishte do të kritika ndaj dekretit të presidentës Osmani për shpërndarjen e Kuvendit. Edhe ky ishte një keq lexim juridik, sepse tha vullneti i popullit nuk mund të ndërprehet me dekrete, nëse ne analizojmë me vëmendje, do thotë pavarësisht që gjykata kushtetuese nuk i ka dhënë drejt formalisht në këtë rast presidentës Osmani, atë gjykimi i saj ka nxjerrë një përfundim krejt tjetër nga interpretimi që e pat kryeministri Kurti në Kuvend, nga se gjykata ka konstatuar pikërisht që nuk mund të vazhdohet me pafundësi me vullnetin politik. Ekzistojnë afate të qarta, ajo ka bërë ditën në interpretimi është tashmë i pastër si loti, kristal, do thotë që nuk mundet në pafundësi dikush i cili i ka fituar zgjedhjet relativisht në kuptimin elektoral ta mbaj peng vullnetin e popullit, nga se delegjitimohet pikërisht ky vullnet. Ky vullnet do thotë mund të merret peng nga një klasë politike i cila i shpërfill këto afate dhe këto detyrime kushtetuese. Dhe afati 30 ditor tashmë ka karakter imperativ, është temë e kryer. Fati ka qenë ai nuk ka mund të aplikohet plotësisht në këto rrethana për shkak të vonesës së konstituimit, të Kuvendit. Dhe ky është një lloj keq leximi i këtij i qëllimshëm do të thotë. Dhe e treta kjo që sapo e përmendet ju, kjo kërkon një analizë, pra po them pak nga Xhon, ai e bëri vetë titër që nuk është që i fiton zgjedhjet mbi termave premtime ekonomike, sepse kërkesa për zbutje, për ulje të vëshës të aksizës mbi burimet e naftës, praktikisht ka qenë premtimi i tij kryesor si opozitor. Nuk është vetëm kërkesë momentale e opozitës, ai është politikisht e ka mbajtur gjallë atë narracion, dhe se tashmë është shpërfillës ndaj premtimit të tij dhe përsëri ka arritur të fitoj zgjedhjet. Tash kjo kërkon se cila është ajo tema që po i krijon një lloj komoditet politik. Unë personalisht me një shkrim që kam mundur të keq kuptuar. Personalisht me një shkrim që kam mundur të keq kuptuar, i kam dhënë drejt kryeministrit Kurti në këtë drejtim, kam thënë sepse nuk ka arsye njëti ta ndroj pikërisht në atë që ai e përdori si argument se po i fiton zgjedhjet përkundër faktit që po i shpërfill marrëdhëniet kontraktuale me qytetarët e Kosovës. Figurativisht një shembull, nëse ke një makinë që nga banesa deri këtu te puna të sjell pa probleme dhe ke një makinë tjetër që duket ndoshta më e shtrejt, më mirë,
dhe ajo ke përvoja që të cilë probleme. Cilin makinë zgjedh? Atë që nuk sjell probleme. Asnjë qenie racionale nuk i ndron sjelljet e tij. Edhe po të ishte ajo makinë më dobët, më jo estetike, më jo garuze. Ajo makinë që sjell më shpejt nga palesa, atë makinë zgjedh. Politikohat i absolutisht pajtohem sepse asnjë qenie racionale nuk i ndron sjelljet e tij derisa ato i krijojnë profit. Derisa ato i krijojnë benefite. Cila është arsyeja që kryeministri Kurti sot duhet t'i mbajë premtimet e tij për ulje të TVSH-s dhe të aksizës para qytetarëve të Kosovës, të cilat do të reflektoheshin në ulje të ardhrave të buxhetit e që do t'ja cënonin një narracion tjetër për rritjen ekonomike, për aq kohë sa këto nuk po i reflektohen elektoralisht. Nuk ka asnjë arsye politike i njëjti. Për aq kohë sa do të gëzon këtë trashëgimi. Është kursidur ajo që është kursidur që po ndjek opozita në përgjithësi, duke i kujtuar tërkohën Kurtit se çfarë kishte thënë, çfarë kishte premtuar, etj. Dëgjoj, ne kemi obligim t'ja rikujtojmë. Opozita po them. Dëgjoj, kemi obligim edhe në këtë drejtim tek metodat që po ndjek opozita. Sepse njëra prej arsyetimeve që Kurti ka pasur pse i refuzon ballafaqimet me analistët, nëse të kujtohet. Ju një analizë, ju keni drejtë për Po, nëse njëri prej arsyeve dhe motiveve që ka dhënë se pse ai i refuzon ballafaqimet e këtilla është sepse tashmë ata po mi nxjerrin deklaratat opozitare që unë po ballafaqohem me vetveten, që tregon që ajo që Kurti dëshiron ta shmang në mënyrë të plotësh ballafaqimi me vetveten dhe ta ruaj ballafaqimi me këtë opozitë, sepse kjo do i krijon goxha profite elektorale. Dhe kjo besoj jep përgjigjen atë që duket që opozita aktualisht nuk është në nivelin e duhur të konfrontimit me të, sidomos sa i përket temës temës takimeve të reja me presidentin. Për mua është nonsens logjik, do thotë pse mbahen këto takime, si do të mund të arsyetohen të njëjtat para opinionit publik me këto ndryshime të befta të qëndrimeve brenda këtij harku shumë të shkurtë të kohor. Një herë të njëjtat u rreshtuan në takime me Kurtin, më pastaj deklaruan që Kurti i kamerave, do thotë pas ka qenë tjetër me Kurtin e prapa kamerave, ku Kurti i ditës ka bërë përpjekje të rreme për të ndërtuar konsensus politik për këtë temë, ndërsa Kurti i natës se si ta minoi realisht këtë përpjekje në mënyrë që krijoi alibi për të akuzuar opozitën se është fajtore për blokadën për temën e presidentit pas dekonspirimit të bisedave që i bëri presidentja Osmani. Ishte vetë Lumir Abdigjiku i cili më herë tha që nuk do t'i refuzoj këto takime sepse nuk ka më arsye nga se u zbulua më në fund kretë loja perfide e kryeministrit që po i shfrytëzon këto takime për të përfituar publikisht, duke i minuar qëllimet e tyre në prapaskim. Kështu që në këtë drejtim është edhe ky vetëm njëri prej episodeve të fundit të këtij konfuzioni të subjekteve opozitare se si të konfrontohen me. A do të kishe shkuar jo në një situatë të tillë? Cilin kurs do ta bësh çika sot? Dëgjoj, unë personalisht unë po flas sepse nëse dikujt i referohesh si kryeadresa e dëmit të madh të Kosovës politike në pikpamje të brendshme ndërkombëtare. Një përvojë që ndan me zero besim, me vullnet ndaj tij. Si të arsyetohet një takim, për cilin arsye të madhe thelbësisht politike? Kjo është tema, ajo tashmë për këtij pozicioni unë rezervohem të jap gjykim se si të japë gjykim se si do të veproja. Ju një analist, nuk jeni gazetar, unë mund të rrezikoj. Jo, absolutisht, mirë, po ajo që unë kërkoj, do thotë, ajo që kërkoj që për të qenë më efikase ballafaqimi i tyre, që të kenë një koherencë më të madhe në raport me qëndrimit e tyre sa i përket raporteve me Kurtin. Kjo është e rëndësishme për subjektet opozitore, sepse kjo krijon kontradikta të mëdha që pastaj i bën jo serioze. Pra unë nuk di se sot si do të justifikohet veçanërisht Lumir Abdigjiku për këtë takim, i cili para 2 javë deklaroi ato që e thash, do thotë për kontradikta dhe sjelljet hipokrite të kryeministrit Kurti, që takime të tilla i shfrytëzon jo për të ardhur deri tek një zgjidhje për temën, një zgjidhje konsensuale për temën e presidentit, por vetëm për ta përforcuar edhe më tepër narracionin e tij se fajtor janë subjekte tjera parlamentare që po e mbajnë vendin të bllokuar. Kjo është sfida kryesore tash me cilën ata do jo tashmë të ballafaqohen me kryeministrin Kurti. Sfida kryesore që e kanë tash subjektë opozitorë se si do të ballafaqohen, se si do të justifikohen
publikisht për këto veprimet e tyre kontradiktore dhe janë këto që i krijojnë terren. Dhe janë këto që i krijojnë koja një lloj terreni politik dhe një lloj komoditeti të favorshëm kryeministrit Kurti. Pra prej këndvështrimit tim analitik jam i prirur ta analizoj kështu, ndërkohë është vendimi i tyre, është kalkulimi i tyre se a janë në rrugë të duhur, do thotë që po shkojnë në këtë takim apo a do të ishte më e shëndetshme që ta refuzonin këto takime. Publiku mbetet në një transparencë të dobët, përse po ndodh cili është propozimi i opozitës. Përse objektivisht në thelb po ndodh. Unë nuk e kam qartë. I Abdigjikut edhe i Hamzës. Nëse deri dje edhe pas takime më të thanë se Zotit Kurti. Jo, se po të ndërprej, njerë ishin entuziast, pa në një lloj elementi shumë të rëndësishëm të kthesës së tij politike që ka ndodhur, njerë u shprehën me terma kogja superlativ për gatishmërinë e tij për marrëveshje. Kur dolën bisedat se çfarë ka qenë qëllimi i mirëfillt i këtyre lojrave të kryeministit, u zgënjyen, atëherë thanë që nuk kemi arsye për takime të tilla, ndërkohë sot përsëri po ndodhin. Edhe për mua është e paqartë nga këndvështrimi. Çelët Kosovës një emër konsensual padyshim që duhet. Nuk ka por është ky emër konsensual thelbi i këtyre takimeve. Në mënyrë që të shmanget çdo spekulim mbi hipokrizinë e këtyre takimeve sa për t'i lënë fajin njërit apo tjetrit se Kosova mos ketë president. Po këtu është siç duket, këto takime janë në funksion të kësaj agjende, në funksion që cila palë do thotë po e fiton betejën këtë drejtim dhe arsyeja pse do thotë ka quar në gatishmërinë e subjekteve parlamentare opozitare që t'i përgjigjen pozitivisht edhe një herë ftesës së kryeministrit Kurti, ka qenë frika e tyre se nuk e kanë fituar plotësisht betejën në raport me Albin Kurtin që të mos mbesin fajtor për krizën eventuale. Gjendjen e frikë. Kjo është arsyeja.